nuk i bën mirë ndarjes së pushtetit dhe padyshim pastaj edhe kryeministrit, por edhe vetë drejtësisë në Kusoni një qasje populiste bëhet me qëllim që gjykata kushtetuese të marrë një vendim që tjetë në favor të ekzekutivit? Ai godet gjyqtarët e zakonshëm ose gjyqtarët e gjykatës posaçme me qëllim që të intimidojë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe ata të marrin një vendim ashtu siç e do kryeministri. Kryeministri e di shumë mirë që kërkesa e tij drejtor gjykatës kushtetuese si kërkesë në vetvete nuk po hyj themelit nëse ka të drejtë gjykata ta pezullojë ose jo një ministër e kështu me radhë ose zëvendës kryeministrin, por në vetvete zoti Rama e di shumë mirë që kërkesa e tij drejtor gjykatës kushtetuese është një kërkesë është e pabazuar dhe nuk ka për të pranuar si kërkesë, pra si legjitimim ndaj kërkesës që ka bërë zoti Rama. Dhe kjo ai e di shumë mirë këtë sepse është konsultuar me jurist, me konstitucionalist, edhe ata që njohin të drejtën kushtetuese. Dhe ai po bën këtë presion me qëllim që të ndërhyjë gjykata kushtetuese për të legjitimuar në radhë të parë kryeministrin kërkesën e tij në gjykatën kushtetuese dhe pastaj ajo të marrë një vendim që të përputhet me interesat e kryeministrit. Dhe kjo është e gjithë, paktën në leximin tim si avokat, kjo është e gjithë ajo që kryeministri kërkon me anë të këtyre dalje kërkon që të bëjë me gjykatën kushtetuese. Kushtetuese apo me një debat institucional? Shiko, unë mendoj që nuk kemi mendoj dhe besoj që gjykata kushtetuese do të japi një zgjidhje në 242 atit pezullimit të ministrave, zëvendës kryeministrit kështu me radhë. Pra do të japi një zgjidhje përfundimtare kushtetuese dhe kjo duhet t'ja lëm vendimarrjes gjykatës kushtetuese. Por kryeministri përmes këtij vendimi? Kryeministri padyshim, patjetër se prandaj është bërë, por para se të ajo ta shqyrtojë këtë çështje në seancën plenare, ajo do të shikojë një herë legjitimimin nëse personi i cili e ka bërë kërkesën në gjykatën kushtetuese që është kryeministri, që në fakt nga kushtetuta legjitimohet që të bëjë kërkesë gjykatën kushtetuese, por do të shikojnë nëse kryeministri i preken interesat e kryeministrit apo jo. Kur flasim interesa personale, flasim interesat e tij për sa i përket qeverisë. Dhe kjo është ajo për të cilën gjykata shikon fillimisht merr në shqyrtim dhe shikon nëse personi e ka interesin, është interesi i lishëm i tij, ti drejtohet gjykatës kushtetuese ose jo. Pastaj ai fillon dhe merret me pretendimet, me objektin në themel të kërkesave të kësaj. Po, zoti Rama pretendon dhe thotë që janë palë në proces dhe nuk e konsideron këtë një ndërhyrje as te kalim kompetencë. Jo, shikoj, që të shikoj palë në proces duhet të shpret gjykata. Pra gjykata kur të marrë në vendimin do thotë me kërkesë të kryeministrit, ankimimi patjetër. Nëse gjykata do ta pranoj, pra do ta pranoj kryeministrin, do ta pranoj dhe jo se i kryeministri nuk e ka të drejtën e tij për të drejtuar gjykatës, do të kuptojmë diçka. E drejta e çdo kujt për të ngritur ndërtuar një padi ose por kufiri është nëse vendimi i gjykatës shkallës së parë kundër korrupsionit është një vendim që e ka cënuar drejt për drejt kryeministrin, Këshillin e Ministra ose jo. Pra do të shikojmë nëse pa pranueshmërinë ose pa pranueshmërinë e kësaj kërkese. Sepse këtu është debati, nëse kryeministri ka të drejtë e ti pra kërkesa është e bazuar ose s'është e bazuar, jo sepse kryeministri s'ka të drejtë, ka të drejtë në drejtohet, por jo çdo herë që ne mund të drejtojmë një gjykate, ne kemi të drejtë në legjitimimit, sepse gjë parë që kontrollohet, shikohet legjitimimi dhe nëse shikojmë objektin, ka përputhje me interesat e kryeministrit ose jo. Dhe kjo është, jemi në këtë fazë, përderisa gjykata kushtetuese e ka kaluar seancë plenare dhe tashmë ka lënë pas dy ditësh mos gaboj, do bëhet kjo seancë dhe do të shikojmë nëse preken këtu nohen interesat e Këshillit e kryeministrit, pra nëse kryeministri është sënuar në ushtrimin e funksionit të tij ose jo. Nëse është sënuar, atëherë ata do i hyjnë në themel për ta gjykuar në themel. Nëse nuk është sënuar, ata do ta quajnë kërkesën të papranueshme proceduralisht. Pra jemi në dy faza, jemi në fazën e parë që do pranohet si kërkesë, pra kryeministri në rasti konkret është e bazuar kërkesa dhe pastaj do t'i futen themelit pra dispozitet përkatëse nëse është marrë në kundërshtim me kushtetutën ose jo. Në të gjithë diskursin e tij deri më tani, në mos në të gjitha, por në disa prej tyre zoti Rama përmend Bashkimin Evropian, vendet të Bashkimit Evropian. Duke i marrë si shembull që nuk ka asnjë rast në asnjë vendet ish vendet komuniste, por as ato perëndimore. Tani, si trajton Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian rastet e ngjashme ku ekzekutivi kritikon gjyqësorin?
Shiko, sepse kjo shumë mirë që bëre këtë pyetje, se kjo shumë e rëndësishme. Më thoni në një rast të Bashkimit Evropian që zvëns kryeministri ose zvëns kryeministria ose një ministër është i pandehur, jo në hetim, se në hetim është fazë fillestare, është i pandehur dhe vazhdon të kryej të rinë në detyrë. Të kundërtën thot Rama, më thoni një vend të Bashkimit Evropian. Jo, më thoni një vend të Bashkimit Evropian që zvëns kryeministria. Jo, dëgjoj, që të shkojmë atje, do të pranojmë që politika është edhe moral. Në një vend të Bashkimit Evropian, nëse ndodh një skandal i tillë që zvëns kryeministri për një korrupsion ose shpërdorim detyre, po qofte edhe një mas tjetër ose një vepër penale tjetër, ai të qëndrojë në detyrë. Më gjeni një rast në Bashkimin Evropian që një e pandehur, kemi zonjën Mogherini, u morë në hetim, jo e pandehur, jo në hetim, për 3.200.000 euro dhe ka dhënë dorë që nga rektore e shkollës në Bruzh e Kolegjit Evropian që ndodhet në Bruzh. Dhe kështu që ky është një standard tashmë i vendosur. Zoti Rama shkon te pjesa ku europianët nuk u shkon në mendje që dikush që hetohet për një vepër të caktuar penale dhe merret në përgjegjësi penale, sepse është marrë në përgjegjësi të zonja Balluku, pra është jo në hetim, sepse është kaluar faza e hetimit. Te faza e hetimit është që hetohesh dhe mundet të pushohet nesër. Por ti je marrë pandehur që je gati që çështja të shkojë të përfundojë në hetim dhe të shkojë në gjykat. Dhe nuk ka një të dytë në botë që mund të ndodhi që zvëns kryeministri të qëndrojë në detyrë ose qeveria në tërësi të qëndrojë në detyrë. Sepse ai i referohet vetëm asaj që do zoti Rama, po nuk i referohet anës morale dhe përgjegjësisë morale, qoftë personale, po qoftë përgjegjësisë politike që kanë liderët ose drejtuesit e qeverive të atyre vendeve. Më gjej zoti Rama mua një rast të dytë ose të parë në Europë që është e pandehur një zvëns kryeministre dhe kërkon kryeministri që të vazhdojë detyrën. Më gjej, nëse gjën këtë, pastaj shkojmë te pjesa tjetër e pezullimit, sepse fundit Bruna, nëse dikush spaku ka bërë një veprim të tillë që unë thash po pres gjykatën kushtetuese për mua në këndvështrimin tim, është vendim i cili nuk do ta kishte marrë gjykata e posaçme të pezullimit zonjës Balluku. Nëse do ta shikoj unë si avokat këtë gjë, nuk do ta kishte marrë këtë vendim, sepse mendoj që janë cënuar, është cënuar në fakt, është cënuar e drejta kushtetuese ose është cënuar, mund të themi, edhe mbulimi që i bëhet një ministri të caktuar nga kushtetuta, duke e mbrojtur atë në imunitet të pashkruar, sepse ky është një imunitet i pashkruar, dhe është rasti i parë dhe unik, mendoj unë, në botë që ndodh kjo ose në Europë, meqenëse ka qef e Europës zoti Rama. Kështu që unë mendoj se nga kjo pikpamje duhet ja lëmë gjykatës kushtetuese të shprehet. Por nëse do ta shikojmë nga pikpamja tjetër që zoti Rama i referohet për anën nëse ndodh në Europë, unë mendoj që në Europë ndodh, patyshim që ndodh, sepse kemi sot një person që quhet Benjamin Netanyahu, është kryeministër në detyrë dhe padyshim po shkon atje të bashkë akuzuarve në çdo seancë që ata e thirrin dhe është në detyrë. Kemi shumë kryeministra të tjerë që kanë qenë në detyrë, ishte Bettino Craxi në Itali në 92-shin, ishte në detyrë po deshët ju, e morën, shkojnë në i pandehur e kështu me radhë sa mori avionin në Aratis. Pra, ne kemi raste të tilla që hetohen dhe merren dhe dënohen po deshët. Por nuk kemi raste të tilla që sot që po flasim këto 30 vite, në të që zoti Rama, një qeveri që qëndron në detyrë kur zvëns kryeministri dhe ministrat merren të pandehur.